Një mëngjes i mbushur me paqe dhe begati. Agimi i kësaj të diele e jeti Vlorën të mbushur me atmosferën e shenjtë të Fiter Bajramit. Besimtar të shumë në numër u mblodhën për të kryer faljen e kësaj feste të bekuar. Për shkak të restaurimit të xhamisë së Plumbit, ceremonia u zhvillua në Pallatin e Sportit, i cili u mbush plot e përplot me besimtar të devotshëm. Ceremonia nisi me leximin e Kuranit, duke sjellë qetësi dhe reflektim tek të pranishmit. Më pas, besimtarët u bashkuan në faljen e namazit, duke e kthyer këtë moment në një shenjë bashkimi dhe devotshmërie. Muftiu i Vlorës, Ardi Dorzllaku, mbajti një fjalim të ngrohtë, duke falenderuar komunitetin për përkushtimin e tyre në këtë muaj të shenjtë. Ai përsolli mesazhin e paqes dhe harmonisë, duke theksuar rëndësinë e vlerave familjare dhe solidaritetit. Sot është dita kur duhet të vizitojmë të afërmin tanë, vëllezërit, motrat, ata të cilët kanë nevojë, ata të cilët kanë dëshirë që të na shohin në derën e tyre. Sot është dita ku duhet të hallojmë derën e shtëpisë tonë, duke bërë vizita tek njerëzit që ne i kemi përzemër. Sot është dita e dashurisë, sot është dita ku edhe ato zemrëndetje që kanë qenë përpara, t'i lënë vendin të harruarës së shkuarës. E për hir të Zotit, për hir të kësaj feste madhështore, të pajtohemi me njëri tjetrin, sepse sot jemi e nesër nuk jemi. Pas faljes, besimtarët shkëmbyen përqafime dhe urime të përzemërta, duke bërë këtë ditë edhe më të veçantë. Në mesazhet e tyre, ata urojnë të gjithë besimtarët musliman dhe jo vetëm për më shumë paqe, dashuri dhe begati. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, sot vërtet është një ditë e madhe për të gjithë ata të cilët i përgjigjen urdhit të Zotit dhe agjëruan muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Andaj me këtë rast më lejoni t'ju uroj të gjithë atyre që u përgjigjen urdhit të Zotit, çdo agjëruesi dhe agjëruese, por jo vetëm, por gjithë muslimanëve dhe muslimanëve të vlonjat, gëzuar dhe përshëndet Fitër Bajramin, festë e cila simbolizon rikthimin ton në natyrshmërinë e përditshme. Andaj Zoti i dhëft mira, mirësi dhe begati çdo familje vlonjate. I uroj gjithë besimtarëve muslimanë të gjithë botën, gëzuar Fitën Bajramit, kurorëzimin e muajit të Ramazanit, gëzuar. Nuk kanë munguar as besimtarët musliman nga vendet të ndryshme të botës. Prej Indis, Bangladeshit kanë ardhur në Vlorë për të përjetuar Fitër Bajramin, duke treguar se ndihen si në shtëpi, edhe ata kanë dhënë mesazhet e tyre të urimit. Amin. In Albania, in second time the Gajua Barami, I enjoy the Gajua Barami. This one? Gajua. From Bangladesh. We are engineer, so we are working for Italian international company Renko, the Sweden North beaches. So we are celebrated in second time in Albania. So pray for us. We are very happy with Albanian people. We are very happy. Gezuar. Morning everyone. I am Indian from Hanjari group now. I have South Bajrami, Vlorë. Si ndihesh sot në Vlorë? Are you happy? I happy at Vlorë. Seeing Vlorë is very good. It's very lifestyle. It's very happy. So much. Here, Indian. Eid Mubarak. Indian. Në fund, një koncert i organizuar nga Myftinia solli gëzim për të vegjëlit, duke e përmbyllur këtë festë me are dhe shpresë për ditë më të mira. Fitër Bajrami nuk është vetëm një ditë feste, por edhe një ditë kujtese për vlerat e miqësisë, paqes dhe unitetit.